tjetër emër i përveçëm në median shqiptare. Ajo është marrë kryesisht me televizion, por duket se radio ka mbetur dashuria më e madhe e saj. Një nga gazetaret që nëse të drejton mikrofonin është tumbuese, por dhe shumë e ëmbël njëkohësisht. Në varësi të programit që drejton, zonja dhe zotri, Dasara Karaiskaj. Ndodhem tani me një tjetër gazetare shumë të suksesshme dhe me një karrierë të gjatë në media, kryeredaktoren në Radio Klan, Dasara Karaiskaj. Mirëmbrëma Dasara. Si fillim dua t'ju pyes si po ju duket mbrëmja? Mbrëmja është e këndshme, po shoh vajzat bukura apo jo? Çfarë është e bukura për ju? E bukura për mua është sigurisht edhe për profesionin që kam zgjedhur të bëj në jetë, është përtej bukurisë nga pamja e jashtme. Mendoj që pamja e jashtme të ndihmon, po është vetëm hapi i parë për të ecur përpara. Kështu që vajzat bëjnë mirë ta mësojnë këtë. Faleminderit. Çfarë mendoni për fituesen e sapo shpallur? Më duken të gjitha shumë të bukura. E kam shumë të vështirë të bëj dallim midis njërës edhe tjetrës.